Doherë institucionet publike duhet të paraqiten çështjet e punës që lidhen me punën, duhet të reklamojnë me konkurs. Pra konkursi duhet të jetë publik, i hapur dhe i çastshëm për gjithë qytetarët të cilët kanë të drejtë ose i plotësojnë kushtet minimale për të aplikuar. Pas dorëzimit të dokumentave, çdo herë qytetarët që aplikojnë ato konkurse, normalisht bëhet një selektim i tyre. Çka nuk kupton selektim, i bën që institucioni paraprakisht i sorton dhe i lexon gjitha të dhënat që nuk kupton me CV, përvojën e tyre të punës nëse kërkohet, shkollimin e tyre që është shumë e rëndësishme nëse kërkohet, dhe kohën e çfarë përvojë të punës kanë. Ajo që disa konkurse mund të kenë është për shembull aspekti profesional, nëse i plotëson kushtet profesionale, pasi që puna mund të jetë specifike. Më tutje, institucioni çfarë duhet të bëjë është që ta përgatisë testin, i cili test zakonisht fillimisht është me shkrim, dhe testimi me shkrim nuk kupton që institucioni e respekton në mënyrë të qartë dhe të drejtë të drejtën e barabartë të gjithëve, gjitha pyetjet duhet të jenë të njëjta, me përjashtimin kur ka shumë kandidatë që mund të ndahen në 2 grupe ose 3 grupe, varësisht çush institucioni sheh. Në aspektin ligjor, në momentin që raportohet një çështje e tillë, kandidati ose kandidatët, sepse po besoj që ka pas një grup kandidatësh, duhet të drejtohen institucioneve, varësisht nga niveli që është institucionit, në rastet ka kompetenca inspektorati i punës ose KPMSHC-ja, domethënë janë 2 institucione që merren me punëtorët dhe duhet të drejtohen aty për ta anuluar konkursin ose për të kërkuar anulimin, kthimin në gjendjen e mëparshme. Ka raste ku vetë institucioni ka mekanizëm të brendshëm, të cilët mund të drejtohet ankesa dhe mekanizmi i brendshëm heton, e sheh dhe vepron dhe anulon konkursin. A është dashur të ndërmarrë masa ndaj grupit ose ta themi të kësaj trupe, absolutisht po. Kjo është formë e korrupsionit dhe është formë e shpërdorimit të detyrës zyrtare. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që për dobi të tjetrit anëtarët e komisionit kanë vepruar kundërligjshëm, kundër rregullave, dhe ata përmes kundërligjshmërisë i kanë mundsuar ose kanë tentuar ose janë duke tentuar ta mundsojnë një XY personit të përfitojë nga puna, dhe kjo nuk do mend që është një rast ku edhe prokuroria mund të ndërhyjë. Dhe fakti, dhe këto e vlerëson më së miri një prokuror, po fakti që palët mund të bëjnë ankesë, absolutisht nuk i ndalon. Palët mund të drejtohen çdo kohë prokurorit të shtetit, edhe të kërkojnë nga prokurori i shtetit që të hetoj rastin në detaje, nëse ka vepër penale apo nëse ka vepër penale e cila është shkaktuar nga një individ, për shembull nga kryetari i komisionit ose vetëm nga një anëtar, apo nga tërësia, nga komplet komisioni, apo të zgjerohet rreth se ndoshta ka edhe persona të tjerë që mund të jenë të akuzuar.